Të dashur miq të Medias Ngjallja, sot kemi bekimin në intervistën e ditës të bashkë bisedojmë me Atë Marku Doku, kancelar i Kryepiskopatës shqiptare në Amerikë. Gjithashtu, ai është edhe prift në enorin e kishës Fjetjes së Hylinces Mari në Worcester, Massachusetts. Atë Marku, cilat janë përgjegjësitë dhe si funksionon Këshilli Kishtar në enorin tuaj? In America we have had for a long time the practice of a parish council. Në Amerikë kemi patur për një kohë të gjatë praktikën e Këshillit të Enorisë. Çdo enori mban disa takime çdo vit, ku të gjithë anëtarët e saj mblidhen së bashku dhe zgjedhin mes tyre përfaqësuesit e enorisë, të cilët më pas formojnë Këshillin Kishtar. Ky Këshill i enorisë zakonisht është një angazhim një vjeçar, por ndonjëherë mund të jetë edhe pak më shumë. Ata punojnë për çështjet financiare të kishës, për mirëmbajtjen e ndërtesave kishtare dhe për çdo vepër sociale të kishës. Ata punojnë pa u lodhur për të siguruar që ndërtesa e kishës dhe të gjithë shërbesat e saj të funksionojnë sa më mirë që të jetë e mundur. Në Amerikë të gjithë janë vullnetarë dhe asnjëri prej tyre nuk paguhet për të qenë antar i Këshillit Kishtar. Ata bëjnë zgjedhjen e posteve, si presidentin, zëvendës presidentin, sekretarin dhe ekonomistin. Zakonisht në enorin time, për shembull, Këshilli Kishtar mblidhet një herë në muaj për të diskutuar ecurinë e projekteve, problemeve dhe madje kalendarin liturgjik të kishës. Ata punojnë vërtet shumë, sepse e duan sigurisht kishën. Gjithashtu ata bëhen përfaqësues. Nëse njerëzit në enori kanë shqetësime, pyetje ose gjëra të tilla, vetë Këshilli Kishtar mund t'i japë zgjidhje ose t'i trajtojë, sidomos nëse janë çështje laike dhe jo fetare. Nëse pyetjet janë rreth besimit, sigurisht i drejtohen priftit. Kjo është pjesa më e madhe e funksioneve të Këshillit Kishtar. Në ditët e shërbesave, si për shembull të dielave, Këshilli Kishtar ka detyra specifike të qëndrojnë tek mbajtësit e qerinjve, të shesin qerinj, të vëzhgojnë dhe të sigurohen që besimtarët të kenë vende për të ulur, të mundohen të mbajnë qetësi në kishë, sidomos në momentet të caktuara të shërbesës, si për shembull gjatë marrjes së naforës, pra gjëra të tilla. Ata kanë gjithashtu funksione të cilat ndodhin gjatë kalendarit liturgjik të kishës. Ky grup, ky këshill, është shumë i rëndësishëm për funksionimin dhe rutinën e përditshme të enorisë. This council is very important for the functioning and everyday day-to-day routine life of the parish. Si është raporti juaj në lidhje me Këshillin Kishtar për bashkëpunim për enorin tuaj? In our parishes in America, we have two constitutions, the constitution of the parish. Në enorin tonë në Amerikë ne kemi dy rregullore. Rregulloria e enorisë dhe e kryedioqezës. Në rregulloren e enorisë, këto përgjegjësi janë të listuara dhe specifikisht aty citohet se Këshilli Kishtar dhe prifti duhet të punojnë së bashku si ati me fëmijët e tij. Pra, idea nuk është që njëri ose tjetri ka kontrollin. Padyshim, prifti ka të gjithë të drejtat e tij nga ana liturgjike, për shembull, si janë shërbesat, cilat shërbesa duhet të kryhen. Këto janë të gjitha kompetenca të priftit, por siç e përmendëm, nëse ata punojnë së bashku si ati me fëmijët e tij, atëherë të dy po punojnë së bashku për të mirën e kishës dhe jo vetëm të kishës, por edhe të antarëve të enorisë. Kështu në një ambient të përshtatshëm në një enori të shëndetshme, prifti gjithmonë dëshiron të shikojë se si kisha mund t'i sjellë përfitim besimtarëve, dhe Këshilli Kishtar punon në mënyrë që të suportojë priftin në këtë drejtim. Fatmirësisht në Amerikë, sigurisht në një enori të shëndetshme, këto dy grupe bëhen bashkë në mënyrë që të sjellin përfitim për enorinë. Është ndihmë shumë e madhe për priftin që të mund të mbështetet tek ai grup njerëzish, jo vetëm për shërbesat. Ato janë shumë të rëndësishme, sepse sigurisht prifti ka funksionet e tij dhe ndërkohë që ai merret me to, ata duhen të kujdesen për disa gjëra të tjera. Por madje edhe disa gjëra praktike, si për shembull, nëse alarmi i kishës aktivizohet, prifti i cili jo domosdoshmërisht jeton pranë kishës, me shumë mundësi do t'i telefonojë njërit prej pjesëtarëve të Këshillit Kishtar dhe t'i kërkojë të shkojë e të konstatojë se çfarë ka ndodhur në kishë, pse është aktivizuar alarmi, pra gjëra të tilla. Ata punojnë së bashku gjithmonë për të mirën e enorisë.
Pra Prifti nuk është thjesht personi përgjegjës për misteret dhe merret thjesht me aspektin fetar, por ai madje bashkëpunon me ata për të vendosur se si duhet të rinovojmë kishën, si për shembull, nëse kuzhina ka nevojë të rinovohet ose a është e nevojshme që parkimi të rregullohet sërish. Ndaj edhe ne në Amerikë punojmë së bashku për të kryer të tilla gjëra, sërish për të mirën e të gjithë enorisë. So we work together in America to do these types of things again for the benefit of the whole parish. Parku ju kohët e fundit kryet një vizitë disa ditore në Shqipëri. Na tregoni ju lutem cilat janë disa nga përshtypjet tuaja në këtë vizitë. So this now has been totally 6 times I've been to Albania since Kjo tashmë është hera e 6 që vi në Shqipëri që nga viti 2007 dhe hera e 3 që nga viti i kaluar. Sigurisht, si fillim për funeralin e kryepiskopit të Ndjer Anastas dhe shumë pak pas kësaj për fronozimin e kryepiskopit Joan. Unë jam gjenerata e 3 e një brezi shqiptaro-amerikanësh. Megjithatë jam rritur me një sens të fortë krenarie lidhur me kulturën dhe trashëgiminë tonë dhe veçanërisht në lidhje me kishën. Gjatë vizitave të mia, Shqipëria gjithmonë ka qenë një vend mikpritës, mbi të gjitha për vëllezërit dhe motrat tanë brenda komunitetit të kishës. Ne kemi shumë shqiptarë që jetojnë në qytetin tim dhe duket sikur çdo herë që unë vi këtu, takoj ose kushuririn tim, ose një kushuri të largët, ose kushuririn e dikujt tjetër, ose ndonjë mik i cili më thotë, të lutem, dërgoj të falat tona te komuniteti në Worcester. Diçka specifike të cilën do të doja ta përmendja është se sa frymëzuese është kur sheh sa shumë punojnë klerikët në këtë vend. Sigurisht, sfida ka kudo, si në Amerikë dhe në Shqipëri. Megjithatë, duket sikur i gjithë kleri që nga Peshkopi tek Prifti dhe deri tek diakonët janë gjithmonë buzëqeshur. Janë gjithnjë duke falendëruar Perëndin për çdo gjë që ata mund të bëjnë për të shpërndarë ungjillin tek çdo kush që don ta dëgjojë. Përshtypja ime kur vi në Shqipëri është një ndjenjë gëzimi dhe mirënjohjeje, që të mund të kthehem në qytetin tim dhe në enorinë time dhe me të njëjtin falënderim ndaj Perëndisë, të përpiqem të punoj për të njëjtin qëllim, dhe ai është shpëtimi ynë në Zotin Isu Krisht. And with that same thanksgiving to God, try to work for the same goal, and that is, our salvation in the Lord Jesus Christ. Atë Marku ju falenderojmë për vëmendjen dhe kohën që na kushtuat për këtë bashkëbisedim në këtë intervistë për Media Ngjalljen. Faleminderit. Faleminderit.